Përshëndetje miq, përshëndetje nga unë Diola Dosti, për gjithë ata që në kanalin tim në YouTube janë për herë të parë. Unë jam doktoresha nutricioni dhe jam trajnuar në Harvard Medical School dhe kam 13 vite që punoj si nutricioniste klinike. Sot dua të ndalem pak tek rëndësia e përdorimit të mineraleve dhe të elektrolitëve, sepse ne gjatë gjithë kohës flasim për vitaminën D në përgjithësi, sepse kemi një mangësi të vitaminës D. Flasim për vitaminat të ndryshme, rëndësinë e vitaminës C, rëndësinë e kombinimit të vitaminës D3 me vitaminën K2 e tjera me radhë, por harojmë një detaj të vogël që sado ne të marrim vitaminat të ndryshme, në qoftë se nuk kemi ushqime që janë të pasura me elektrolit dhe me minerale apo me minerali gjurmë, apo nëse ne nuk konsumojmë suplemente që kanë përmbajtje të mineraleve, apo në disa raste suplemente që shkojnë bashkë me ujin e kokosit, i cili është po ashtu plot me minerale, ne në fakt nuk lejojmë që vitaminat të kryejnë komplet atë funksionin e tyre tërësor që kanë në trupin tonë. Një ndër gjërat e rëndësishme që duhet të kuptojmë dhe që është fatkeqësi në ditët e sotme, por ne duhet të përshtatemi edhe ne si doktorë të nutricionit duhet të japim këshillat në këtë format ku jemi neve sot, pra në këto kondita, në këto kushte në të cilat jemi neve sot, sepse ushqimet që ne i ham në ditët e sotme, pra jemi në vitin 2025, dhe një domate që ne e kemi ngrënë para 10 vitesh, para 15 vitesh, nuk krahasohet me një domate që mund të vinë ndoshta nga e njëjta tokë, por ne e konsumojmë në ditët e sotme. Pse? Sepse fatkeqësisht, thash, kjo është fatkeqësisht, ka ndryshuar cilësia e tokës, e ujit, e ajrit, plus ndikon shumë në largimin e elektrolitëve dhe të mineraleve gjurmë, siç është pjesa e transportit, për shembull, nëse transporti është shumë i gjatë, nëse produkti qëndron shumë gjatë në raft, apo nëse toka është e trajtuar me kimikate të ndryshme, me pesticide të ndryshme, apo me ngjyrues të ndryshëm, e të tjera me radhë. Pra, sot fatkeqësia jonë është që ne po ham jo ushqime, por po ham produkte që duken si ushqime, dhe për këtë arsye lind një nevojë e patjetërsueshme për të konsumuar suplementet ushqimore, që edhe kjo kategoria e suplementeve ushqimore duhet keni shumë kujdes, se jo të gjitha suplementet që i shikoni në market janë për konsum, ka disa kriteret të cilat duhet të plotësohen që ato suplementet jenë vërtet pjesë e regjimit tuaj ushqimor. Megjithatë, të keni kujdes sepse po ndaj me ju një shprehje nga Linus Pauling, është një autor që unë e adhuroj, është babai i mjekësisë ortomolekulare, të cilën unë e kam studiuar autodidakt, pra nuk kam një diplom mjekësie ortomolekulare, por e kam studiuar autodidakt, dhe është përndryshe njihet edhe si babai i vitaminës C, sepse për herë të parë ka folur për rëndësinë e megadozës të vitaminës C. Ka edhe disa libra që flasin për këtë dhe ju a sugjeroj. Por në të njëjtën kohë Linus Pauling ka bërë një postulat që është fantastik dhe që ju jep zgjidhje shumë smundjeve, dhe ka thënë që pothuajse çdo sëmundje bazën e ka tek mungesa e një minerali apo elektroliti apo minerali gjurmë. Gjë e cila do të thotë që ne përveç se mund të kemi mungesa të vitaminave, po ne mund të kemi dhe mungesa të mineraleve, dhe mineralet, sidomos mineralet gjurmë, kanë funksione jetike që unë dëgjoj shumë pak për hir të së vërtetës të flitet nga nutricionistët kudo në botë për rëndësinë e tyre. Unë përpiqem her pas here t'i prek, t'i cek. Megjithatë, ajo që duhet të kuptojmë është që patjetër ne duhet i marrim këto elektrolit. Duhet i marrim sepse ne vazhdimisht jemi duke i humbur. Si jemi duke i humbur elektrolitët? Tani, në këtë moment që ti e duke më parë mua, ti e duke humbur elektrolit. Ndaç besoje, ndaç jo, googleoje nëse do. Por në çdo moment që ti merr frymëzierja bën të mundur dhe largimin e mineraleve, e elektrolitëve, të mineraleve gjurmë në të njëjtën kohë kur ju jeni duke u marrë me aktivitet fizik, kur jeni duke ecur, kur jeni djersitur, apo gjatë procesit të urinimit, gjatë procesit të
defekimit në të njëjtën kohë, pra vazhdimisht ne humbasim minerale, po duke qenë se ne çdo sekond, çdo minutë ne humbasim minerale apo elektrolit, a jemi duke i marrë ato mjaftueshëm? Sepse problemi është që me kalimin e viteve, të gjitha këto deficienca dhe këto mangësi grumbullohen dhe përkthehen në një smundje. Edhe ti thua, "Ore, pse u preka unë nga kjo smundje, se unë s'kam pas në një shenjë dhe një gjë." Se zakonisht mangësitë e mineraleve gjurmë, deficiencat e tyre dhe deficiencat e elektrolitëve nuk është që japin simptoma kështu karakteristike. Kështu që edhe për hir të së vërtetës ka disa analiza bëhen për elektrolitët, por nuk ka analiza, me sa kam informacion unë gjithmonë, që bëhen për të gjithë elektrolitët dhe për të gjithë mineralet gjurmë që janë të sakta dhe që definojnë vërtet a jemi deficiencë, a kemi mangësi në atë elektrolitë apo mineral gjurmë apo jo. Kështu që unë patjetër ju sugjeroj që ju ta merrni seriozisht konsumin e elektrolitëve, edhe elektrolitët. Në qoftë se ju mendoni që ushqeheni me mish super të pastër, lum ju nëse jetoni në katund edhe i keni tokat tuaja që i keni të sigurta që janë të paprekura, kur quhet një tokë e pastër edhe që është kur bëhet ai certifikimi bio që është 7 vite e paprekur nga plera kimike, pesticide, kimikate etj. Në qoftë se ju jeni të sigurt që jetoni në ambiente të tilla edhe i keni mishin, ushqimin, peshkun, çfarë lloj ushqimi që u konsumoni 100% super të pastër, atëherë ndoshta nuk keni nevojë për elektrolit, por përndryshe, unë e para, sado që jam super e kujdesshme për ushqimet që unë konsumoj, për vete dhe për më të dashurit e mi, për familjen time, unë patjetër që marr elektrolit shtesë. Dhe këtë e bëj sepse di efektet anësore që shkaktohen nga mungesa e tyre. Fillimisht, një ndër funksionet kryesore të elektrolitëve është që elektrolitët ndihmojnë që të bëni një gjumë shumë të mirë si bebe, si fëmijë, ka që kanë brenda edhe përmbajtje të magnezit, pastaj ndihmojnë shumë ata që kanë probleme me kockat, pra janë shumë të mira për shëndetin e kockave, për shëndetin e dhëmbëve, për shëndetin e flokëve në të njëjtën kohë. Ndihmon shumë që të rritet performanca fizike, pra për atletët është numër 1. Atletët edhe nëse nuk konsumojnë, s'duan të marrin asnjë suplement tjetër, asnjë gjë tjetër, të paktën elektrolitët duhet i marrin me patjetër, se nga që gjatë aktivitetit fizik djersisjen shumë dhe djersa është plot me elektrolit, plot me minerale që trupi jon i shkarkon vazhdimisht. Kështu që duhet t'i merrni për të rritur edhe performancën fizike. Gjithashtu ndihmon shumë personat që të kenë më shumë fokus, pra ndihmon neuronet, qelizat e trurit që të kryejnë funksionin e tyre në mënyrë më të mirë të mundshme, nxit edhe promovon metabolizmin në të njëjtën kohë. Një gjë tjetër që dua t'ju them është që një ndër format e shkarkimit të elektrolitëve, përveç atyre që përmendëm, është kur ju konsumoni sheqer. Për hir të së vërtetës, nëse ju keni neps për të ngrënë sheqer, ky nepsi nuk është thjesht një kërkesë e trupit tuaj që më ka rënë sheqeri mua. Jo, është mungesë apo deficiencë e elektrolitit dhe mineraleve. Dhe në fakt, për çdo molekullë sheqeri që ne konsumojmë shkarkohen shumë molekulat mineraleve, sidomos të magnezit. Edhe në të shumtën e rasteve kur ne kemi neps për të ngrënë sheqer, ajo që duhet bëjmë është që duhet marrim elektrolit. Edhe në këtë formë, nëse ju pastaj me kalimin e kohës e bëni si mënyrë jetese, si standard që konsumoni vazhdimisht elektrolitët në përditshmërinë tuaj, do bëni shumë mirë sepse do ndihmoni në të njëjtën kohë që të zvogloni nepsin që mund të keni për sheqer. Kështu që gradualisht ndihmon edhe në reduktimin e peshës trupore, përmirëson metabolizmin, ashtu siç e theksova më herët, kështu që është një element bazik, një ndër ato kategoritë e superushqimeve që ju duhet i merrni vazhdimisht. Ne kemi nevojë t'i marrim në fakt në mënyrë të vazhdueshme elektrolitë, ndryshe ndoshta nga vitaminat që merren me periudha të ndryshme, por në fakt elektrolitët, duke qenë se ne i humbasim vazhdimisht, duhet i marrim vazhdimisht. E gjithë e veçanta është që juve të zgjidhni një firmë të mirë për t'i marrë elektrolitët, që merren nga burime të pastra, shikoni pak ato review të suplementeve të cilat ju përdorni, sepse ka shumë lloje elektrolitësh, por flasim për elektrolite që janë vërtet të mirë. Dhe mbi të gjitha ju ndihmon që të luftoni konstipacionin ose kapslikun.
Miru takofshim në videot e tjera.